Juristja Brisita Gjikondi ngre akuzat forta ndaj politikës shqiptare, duke e përshkruar si një grumbullim interesash pa bazë morale. Ajo ndalet veçanërisht te situata brenda Partisë Demokratike ku sipas saj intrigat dhe përplasjet e brendshme janë më të rrezikshme se vetë Partia Socialiste. Gjikondi thotë se Gazmend Bardhi nuk ka peshën e pretenduar dhe marrëdhënia e tij me Sali Berishën ka qenë me hile që në fillim. Ajo e përshkruan Berishën si një pragmatist që nuk i ka besuar plotësisht partisë, duke theksuar se marrëdhëniet brenda PD-s kanë qenë gjithmonë të tensionuara dhe të ndikuara nga interesa personale. Juristja thekson po ashtu se gjykata kushtetuese nuk ofron garanci për vendime të pastra, duke shpjeguar se shumica e vendimeve politike do të mbeten të ngarkuara me ndikime politike. Pak janë gjyqtarët me integritet që nuk janë infektuar nga qelbi i politikës shqiptare, thot ajo, duke nxjerrë në pa mungesën e llogaridhënies dhe etikës në vendimmarrje. Gjikondi shton se klasa politike shqiptare ka nevojë për një rishikim të thellë të moralit dhe përgjegjësisë, ndërsa brenda Partisë Demokratike armiku më i madh nuk është opozita, por vetë intrigat e partisë. Mesazhi i saj është i qartë: pa drejtësi dhe transparencë të brendshme, çdo përpjekje për reformë politike do të mbetet e mangët. Ky është një paralajmërim i fortë për liderët, politikën dhe qytetarët shqiptar. Vetëm integriteti dhe qeverisja e ndershme mund të rikthejnë besimin e publikut në institucionet e vendit.